Pamje të frikshme vijnë nga Sicilia, ku një rrëshqitje masive dheu po shkatron qytetin e Nisemit. Shtëpi, rrugë dhe lagje të tëra po rrëshqasin poshtë një kodre, duke krijuar një situatë që autoritetet lokale e kanë cilësuar si dramatike. Rrëshqitja e dheut është shkaktuar nga rreshjet e dendura të shiut dhe po vazhdon të përkeqësohet, ndërsa qindra ndërtesa mbeten në rrezik shembjeje. Autoritetet kanë ndërmarrë masa emergjente për të mbrojtur banorët dhe për të kufizuar dëmet e mëtejshme. Deri më tani, mijëra banor janë evakuar, por fatmirësisht nuk raportohet për viktima apo të plagosur. Më herët, ishulli i Sicilis u godit edhe nga cikloni Harry, i cili shkaktoi dëme të vlerësuare në rreth 1 miliard euro.